Shpresë e re për rrugën Shkup-Llac, zëvendës ministrja Kaltrina Zekolli njoftoi se pritet përgjigje nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Dëshmi e sjelljes së papërgjegjshme, rruga Saraj-Raçe shndrohet në deponi të egër të mbeturinave. Masa ligjore kundër Bixhosit, kryeministri Mickoski thotë se Maqedonia e Veriut nuk do t'i ngjajë më Las Vegasit. Arrestohet i riu që vrau një 18 vjeçar u denoncua nga babai i tij. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Rruga Shkup-Llac mbetet ndër projektet më të zvarritura infrastrukturore në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, zëvendës ministrja e transportit Kaltrina Zekolli jep një shpresë të re për jetësimin e këtij projekti. Në një deklaratë për televizionin Shenja, ajo deklaroi se pjesa e tenderimit ka përfunduar, ndërsa presim përgjigje nga Banka Evropiane për zhvillim dhe rikonstruim. Nga kjo rrugë kemi parë shumë video promovuese, premtime për ndërtim të shpejtë të rrugës, pasi përbën një rrugë strategjike për vendin tonë. Mirë po, edhe pas rreth një dekade, rruga Shkup-Llac vazhdon të mbetet njëra nga projektet më të zvarritura infrastrukturore në Maqedoninë e Veriut. Segmenti kryesor i rrugës prej 10.2 kilometrash ende nuk ka nisur të ndërtohet. Krahas gjithë këtyre prolongimeve të punimeve, zëvendës ministrja e transportit Kaltrina Zekolli hedh një shpresë të re për jetësimin e këtij projekti. Ajo për të vëshenjën shpreh optimiste se punimet në këtë rrugë do të nisin shumë shpejt. Mund të them që pjesa e tenderimit është përfunduar, po presim përgjigje nga Banka Evropiane për rikonstruim dhe zhvillim. Ata e kanë fazën finale të fjalës së fundit, sepse kemi grant nga ta dhe kemi kredi. Kredia është diku 160 milion euro, ndërsa grantin që e marrim është 30 milion euro. Unë jam optimiste se shumë shpejt do dalim me një lajm shumë të mirë për këtë rrugë, por nuk mund të jap ende informata shumë më të detajuara. Projekti për autostradën Shkup-Llac daton nga viti 2014. Pas premtimeve disa vjeçare, ndërtimi i segmentit të parë filloi në vitin 2020. Zyrtarët e partisë ato kohë në pushtet BDI me video lavdëroheshin për këtë projekt, i cili nuk përfundoi kurrë. Kosova në anën tjetër ka përfunduar pjesën e saj prej 56 kilometrash në vetëm 5 vjet. Autostrada Arben Xhaferi shtrihet nga Prishtina deri te kufiri i Kosovës me Maqedoninë e Veriut dhe është i qarkullueshëm që 7 vjet. Rruga që e lidh Sarajin me fshatin Raçe dhe lokalitetet tjera të Dërvenit, qytetarët të papërgjegjshëm me kamion e traktor vinë dhe hedhin mbeturina në këtë hapësirë ku nuk ka në afërsi, nuk ka vendbanime. Kjo situatë po ndikon edhe në rrezikun e përhapjes së erërave të pakëndshme dhe dëmtimit të tokës përreth. Ndodhemi në një zonë të Sarajit ku situata e ambientit mbetet shqetësuese për shkak të hedhjes së mbeturinave të vazhdueshme, nga ku edhe kamion të ndryshëm vinë dhe hedhin mbeturina pikërisht në këtë zonë, ku pothuajse po shndërrohet në një deponi ilegale. Ndërkohë që në komunat e tjera merren masa, jepen gjoba dhe ka kontroll të vazhdueshëm, në këtë komunë nuk ka masa konkrete. Situata e mbeturinave përgjatë rrugës në një zonë të Sarajit, e cila të lidh me fshatin Rashqe, po bëhet gjithnjë më problematike, ku hedhja e pakontrolluar dhe shkarkimet e kamionëve kanë krijuar një pamje të rënduar mjedisore. Përveç ndotjes vizuale dhe ambientale, kjo situatë ndikon edhe në rrezikun e përhapjes së erërave të pakëndshme dhe dëmtimit të tokës përreth, duke e bërë ndërhyrjen urgjente një domosdoshmëri, sepse hapësira po merr gjithnjë më shumë pamjen e një deponie ilegale, duke ndikuar drejt për drejt në ndotjen e ambientit dhe degradimin e zonës. Ndërkohë që në shumë komuna të tjera vendosen masa të qarta, kontrolle dhe gjoba për ndotjen e ambientit, në komunën e Sarajit mungon një reagim i tillë institucional. Maqedonia e Veriut nuk do t'i ngjajë më Las Vegasit. Këtë premtim e ka bërë sot kryeministri Kristian Mickoski, i cili ka theksuar se shteti duhet të mbrohet nga pasojat negative të zgjerimit të pakontrolluar të kazinove dhe ambienteve të lojrave të fatit. Edhe bashk kryetari i koalicionit Vlen në pushtet Izet Mexhiti ka deklaruar se do të mbajnë premtim për të larguar këtë mallkim nga familjet tona.
Krerët shtetëror dhe partiakët që janë pjesë e qeverisë premtojnë një zgjidhje ligjore sa i përket të lojrave të fatit. Kryeministri Kristian Mickoski në lidhje me projekt ligjin për lojrat e fatit, tha se zgjidhjet e reja ligjore synojnë të vendosin në rende dhe kufizime në këtë aktivitet, duke theksuar se shteti duhet të mbrohet nga pasojat negative të zgjerimit të pakontrolluar të kazinove dhe ambienteve të lojrave të fatit. Kemi një ndjesi se vendi i ngjante Las Vegasit. Bukfalisht në çdo cep shihnim lokale që reklamonin këtë lloj bigjozi me tabela neonit të ndezura, kryesisht kazino dhe bigjoz dhe disi si rregull, pranë tyre ka një zyrë për kredi të shpejta. Është një lloj sistemi që duhet ta rregullojmë dhe vlerësojmë që është një sistem që për fat të keq është shkaku i shumë fatkeqësive familjare dhe tragjedive njerëzore. Në të njëjtën vit qëndron edhe njëri ndër kryetarët e Vlenit, Izet Mexhiti. Ai thotë se kazinot po mbyllën, ndërsa radhën e kanë edhe kredite shpejta. Sipas Mexhitit, me veprime konkrete kundër kësaj dukurie, sillen rregulla më të fuqishme në mbrojtjen e familjeve. Sot po fillon lufta jonë ligjore me bigjozin dhe kumarin. Kemi premtuar të mbrojmë familjet tona nga ky mallkim. Sot po nisim me veprime konkrete. Po vendosim 500 metra distancë nga shkolla. Po ndalojmë reklamat e bigjozit. Po sjellim rregulla më të forta për mbrojtjen e familjeve. Vite me radhë shton ai flitej e protestoi kundër bigjozit, por kazinët shtoheshin për ditë, por ai tha se sot pa protest, pa zhurmë, po jepet të zgjidhje ligjore. Mexhiti theksoi se qeveria së fundmi përmes një propozim ligji vendos kontrolle më të repta në mbrojtjen e qytetarëve nga pasojat e bigjozit. Edhe sot, studentët kanë kërkuar përkrahje për protestën që do të mbahet me 18 maj në Shkup. Ata u kërkojnë sportistëve, artistëve dhe figurave publike që të marrin pjesë në protest, ndërsa theksojnë se kjo protest nuk është kundër askujt, por është protest për mbrojtjen e gjuhës shqipe. Të nderuar sportist, artist dhe figura publike, ju që me sukseset, talentin dhe punën tuaj keni bërë krenar çdo shqiptar. Sot, studentët ka nevojë për zërin dhe mbështetjen tuaj. Kjo protest nuk është kundër askujt, është protest për mbrojtjen e gjuhës shqipe, dinjitetit të drejtave tona si qytetar të barabartë. Të hënën, më 18 maj, në ora 16:30, duke filluar nga ura e Gurit në Shkup, e jani të protestojmë të gjithë së bashku, në krah të studentëve, në krah të shqiptarëve. Partia vlerëson se i gjithë opinioni tashme ka kuptuar se disa studenti janë futur lojës së pistë të BDI-s. Sipas Vlenit, këta nuk përfaqësojnë studentët, por agentën e BDI-s. Ata po përdoren si mash për t'i rikthyer në jetë Bujar Osmanin, Blerim Bexhetin, Talat Xhaferin dhe karakaxhinjat e tjerë të BDI-s, të cilët shqiptarët i përzun me votë. Këta nuk janë zëri studentëve, janë zëri BDI-s, janë instrument politik i një partie që pas 20 vjet pushtet, luks, poste, tender dhe agallëk po mundohen të fshihen pas të rinjeve për të rikthyer nga KPX-ku, thekson partia në pushtet. Lideri opozitar ka akuzuar qeverinë se është duke sjell vendin afër kolapsit financiar. Venko Filipçe deklaroi se qeveria ka kërkuar 300 milion euro për huamarrjen e fundit, ku sipas tij me qëllim që të mbushte deficitin që tashmë po thellohej. Kryetari i LSDM-s, Venko Filipçe, theksoi se qeveria e VMRO-s po e udhëheq vendin drejt kolapsit financiar. Filipçe shtoi se situata me buxhetin është alarmante, parat po mbarojnë, ndërsa qeveria po merr hua në mënyrë të pakontrolluar dhe po grumbullon borxhe të reja për tenderët e saj. Situata me buxhetin dhe financat është shqetësuese dhe gjithë kjo është për shkak të menaxhimit të dobët të qeverisë, të udhëhequr nga Kristian Mickoski, i cili nuk ka as kapacitet dhe as njohuri për të udhëhequr vendin siç duhet dhe nuk ka dëshirë. Dhe gjithë kjo manifestohet në faktin se ka ngecje në rritjen e pagave, nuk ka rritje të pagës minimale mesatare, nuk ka asgjë domethënëse që qytetarët do ta ndjejnë si rritje të standardit të tyre të jetesës. Filipçe tha se shenja e fundit që tregon se gjithçka që kemi thënë me muaj është e vërtet, është huamarrja e re qeveritare. Ai deklaroi se qeveria ka kërkuar 300 milion euro për huamarrjen e fundit, ku sipas tij me qëllim që të mbushte deficitin që tashmë po thellohej, gjë që është një tjetër provë qëndrimit amator të Mickoskit. Sipas kryetarit të LSDM-s, borxhet totale janë rritur nga viti 2024 deri më tani me 2 miliard euro të tjera.
VMRO-ja ka ngritur dyshime për veprimet e prokurorës Katerina Kolarevic, e cila mban emrin e vajzërisë Markova me partit LSDM dhe BDI. Sipas partisë në pushtet, babai Kolarevicit, Pavle Markov, u zgjoll prokuror shteti nga qeveria e LSDM-s në vitin 1998. Nëna e prokurorit Kolarevic, Vera Markova, u zgjoll gjyqtare kushtetuese nga koalicioni LSDM dhe BDI në vitin 2004. Këto karriera familjare të prindërve në familjen e Kolarevic janë lidhur fort me emrimet politike të qeverive të SDS-s, ka deklaruar deputeti Antonio Miloshovski. Prashanje to je da li zato obvinitelj... Pyetja është nëse kjo është arsyeja pse prokurori Kolarevic për të dyshuar si Vasko Kovacevski, Adrian Munça, Asmir Jahoski dhe të tjerë të afërt me Ahmetin, Zaevin dhe Filipçan nuk veproi me motiv për të zbuluar të vërtetën, por me motiv për të mbuluar rastin Mazut prej 167 milion eurosh. Prokurori Kolarevic, i cili është i afërt me SDS-n dhe BDI-n, e di mirë se në krimet ekonomike, siç është rasti me Tecën e Gotin, dëmi përcaktohet nga ekspertiza ekonomike dhe jo nga një deklaratë dhe nga një dëshmitar ose punonës i paaft ose i korruptuar i MOV-s. Një trajtim i tillë selektiv u jep një pozicion të privilegjuar të dyshuarve Vasko Kovacevski, Adrian Munça, Asmir Jahoski dhe të tjerë dhe degradon sundimin e ligjit. Është arrestuar 19 vjeçari nga fshati Bojani, i cili para 2 ditësh kishte vrarë një bashkëfshatar 18 vjeçar. Policia e gjeti vrasin pasi u lajmërua nga babai i tij. Janë gjetur edhe trupi i viktimës si dhe arma me të cilën dyshohet se është kryer krimi. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se policia ka arrestuar 19 vjeçarin me inicialet të MB nga fshati Bojani, komunës së Sarajit, për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale vrasje, i cili të premten me armë zjarri ka vrarë një 18 vjeçar me inicialet të BD nga po i njëjti fshat. Zyrtarët policorë të sektorit për punë të brendshme të Shkupit arrestuan 19 vjeçarin MB nga fshati Bojan në ndyshimin se ka kryer veprën penale vrasje, sipas nenit 123 të kodit penal. Më parë, babai i tij IB kishte telefonuar në numrin e emergjencës 112 dhe kishte raportuar se MB i kishte pranuar atij se me 15 maj të këtij viti në rrethinën e Sarajit ai me pistolet kishte qelluar dhe vrar 18 vjeçarin BD nga Bojana. Sipas MPB-s, policia ka arrestuar të dyshuarin, ndërsa janë gjetur edhe trupi i viktimës edhe arma me të cilën ndyshohet se është kryer vrasja. Pas dokumentimin të rastit, nga MPB njoftojnë se ndaj MB do të parashtrohet kallëzim penal përkatës. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë territorin e shtetit, në punës policor kanë privuar nga liria 6 shofer për drejtim të pakujdesshëm të automjetit. Sipas MPB-s, 5 prej tyre vozisnin pa patent shofer, ndërsa njëri në ndikimin e alkoolit. MPB gjithashtu ka theksuar se pas dokumentimit të plotë të rasteve do të parashtrohen kallëzime përkatëse penale ndaj tyre. Një shofer në Korçov ka drejtuar automjetin edhe pse kishte ndalim aktiv për drejtim, ndërsa 5 të tjerë, 3 në Shkup, 1 në rajonin e Tetovës dhe 1 në Gostivar, kanë vozitur pa poseduar patent shoferi. Shoferi në Gostivar ka qenë edhe në ndikimin e alkoolit, ka njoftuar MPB-ja. Ushtria izraelite ka lëshuar paralajmërime për evakuimin për 4 fshatra në jug të Libanit përpara sulmeve ajrore që sipas ushtrisë izraelite synojnë objektivat të Hezbollahut. Duket se Izraeli po përpiqet të konsolidojë pozicionet e tij pranë lumit Litani, raporton Al Jazeera. Gjatë javës së kaluar, Izraeli ka shtyrë shumë fort për të arritur në një zonë në veri të lumit Litani. Nuk ka pasur raportime të konfirmuara se Izraeli kontrollon zona atje, por ka pasur një intensifikim të sulmeve. Gjithashtu ka pasur një rritje të konsiderueshme në numrin e dronave. Gjithashtu është raportuar se ata fluturojnë shumë ulët mbi Beirut. Duket se Izraeli po përpiqet të dërgojë një mesazh të qartë se do të vazhdojë të kryejë aktivitete ushtarake derisa të konsiderojë situatën të sigurt të veten e tyre.
Të paktën 4 njerëz janë vrarë në një sulm të madh me dron Ukrainas ndaj rajoneve ruse, përfshirë Moskën, e cila u përball me sulmin më të madh në më shumë se një vit. 3 njerëz humbën jetën në rajonin e Moskës dhe një tjetër në rajonin e Belgorodit, thanë autoritetet ruse të dielën. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se 556 dronë u rrëzuan mbi territorin e vendit gjatë natës dhe mëngjesin e së dielës. Lajmi për salla ishte i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.